vend, ose a jetohet në këtë vend. Ne në Kosovë themi arrihet këtu. Dhe shpesh herë dëgjojmë këtë përgjigjen disfatiste, jo alla këtu sporia, dhe një pjesë shumë e madhe, posaçërisht e rinisë na e thonë dhe nuk e fshehin, tani me thonë logjika e këtij nuk është as edhe turp. Jo alla këtu s'rrihet dhe s'po gjen një mundësi se kisha dalë jashtë. Këta mashtrohen tu mendu se si të shkojsh i jashtë në Evropë, ku do të qoftë, automatikisht gjithë problemet tua zgjidhen, ndërsa jeta dhe realiteti e dëshmojnë të kundërtën. Për arsye se sa njeriu ka edhe atje që ka një mori problemesh të pasgjidhura, probleme nga më elementaret, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe kështu me radhë, dhe tek ne tregohet një batut interesante që kisha pas dëshirë të ndaj me ju, gjithsesi do të përpiqem ta modifikoj nga kosovarësja në më të kuptuar. Dy vëllezër kishin shkuar në Gjermani, gjithmonë me ëndrrën e jetës më të mirë, jetës ideale, dhe sa po zbresin nga treni, pra në të kaluamën kosovarët kanë udhëtuar me tren për Gjermani, njëri prej tyre sheh një monedhë, një kartë monedhë 20 markshe gjermane në tokë, e vllai i vogël, edhe i thot vllait vet, o bac, i gjeta 20 marka. Ai akoma me atë ëndrrën kosovare thot, hajt bac, shkojmë, pushojmë se nesër dalim i mbledhim. Tu mendu se markat gjindën në tokë edhe veç do të me dalim i mbledh. Drejt. Çfarë është fitim? Çfarë është reale, racionale dhe çfarë nuk është